Përshëndetje miq të Kosova Gjë Podcast. Sot e kemi një mysafire shumë të veçantë në kohën kur lidhjet janë më të rëndësishme se gjithçka. Mysafira ime është nga ato që ndërton ura dhe hap dyrë për mundësi të reja. Është një prej atyre që mendon e ndron dhe ditë për lahet mirë në gjermanisht, po e ka një vizion global. Për kuptu më shumë për përvojën e saj gjatë ndërtimin edhe hapat që kanë qenë drejt suksesit, ju uroj mirëseardhje Nora Hasanit. Faleminderit Nora që pranove pa hezitim me qenë pjesë e rrëfimit t'juaj, i cili besoj ka më inspiruar gjithë ata që ju dëgjojnë. Shumë faleminderit edhe faleminderit për këtë prezantim të veçantë. Faleminderit ty që ke ardhur edhe që e ke shpreh një farë entuziazmi me nda disa prej pikave që mundën me inspiru shumë kanë, madje edhe mu kur e dëgjova për herë të parë rrëfimin e juaj. E përmenda qëllimisht gjermanishtën, gjitha rrugët tua lidhen me Gjermaninë edhe me gjermanishtën për shkak se një kapitull i femerisë tande që ka diktuar mandej pjesën tjetër të jetës lidhet pikërisht me Gjermaninë. Am tregon pak për këtë pjesë të feminisë. Gjithsesi që po, unë jam shumë emocionuar sot pëse për herë të parë po flasim për rrugtimin tim. Zakonisht intervistat që i kam dhënë të kalumen kam pas bëjmë pikërisht me punën që kam bënë të kalumen, kemi folur për marrëdhënien ekonomike gjermano-kosovare. E tash është diçka e veçantë që mendoj për herë të parë me publikun edhe pak jetën time personale, për me kuptu se ku kam rri këtu në këtë pikë të karrierës ku jam tash. Edhe padyshim që është shumë çka lidhet një jetë me Gjermaninë, si një pjesë bukur e madhe e shqiptarëve të Kosovës, edhe familja ime ka vendosur pak para fillimit të luftës, atëherë kur është acaru situata këtu me me u largu, kjo të ne ka qenë në 94-ën, edhe kemi ndjek të thotë këtë rrugën e migrimit për në Gjermani, për një jetë më të sigurt për neve si fëmijë, për Ndinuni takoja se gjeneratës, jam 86 më vjen ma letë me tha Angili se me pranu që kom i bo 39 vjetë si vjetë. E unë jam 96. Edhe të thotë shumica e njerëzve gjeneratës teme kemi kujtime të asaj kohë, kemi kujtime jo të këndshme të regjimit serb, mbaj mend që është drejtorin e shkollës në klasë të parë kur kam qenë e kanë arrestu, ose që na kanë dalë paramilitarët, mbaj mend edhe plot epizodat protestave të ndryshme ku në mënyrë direkte ose indirekte kemi qenë edhe ne si fëmijë të ekspozuar. Kështu që po kemi përfundu në Gjermani, rrugtimi më veti është një traumë fëmirisë, cilën halajem të e përpunu, pa ata flasim një ditë tjetër. Mirë po vetë Gjermania si e tillë, natyrisht që ka qenë faktor shumë i rëndësishëm në zhvillimin tam, edhe personal, edhe profesional. Krejt ato sfidat e integrimet, mandej mënyra se si kemi jetu atje, ai ideali për Kosovën, gjithmonë Kosova ka qenë në rend parë, na ushqy ajo atë dashuria për Kosovën tonë, edhe kjo neve na ka lidh shumë me atë dhe unë pa qenë këto. Do të thotë, ne e kemi përcjell komplet situatën prej Gjermanisë, sikur gjithë të tjerët, përmes zërit Amerikës, edhe si fëmijë kemi qenë të nglidhur me Kosovë. Koha edhe zhvillimi jam në Gjermani më ka bo, ndoshta është një prej shumë faktorëve natyrisht që kanë ndikuar që me qenë kjo që jam sot. Se atje kemi qenë në një kohë që ka qenë edhe për Gjermaninë mjaft sfiduese. Do thotë ne kemi arrit në një Gjermani e cila sapo është ribashku, edhe atje ta dikton sistemi se ku përfundon nëse je azil kërkues, kështu që ne kemi përfunduar në Gjermaninë lindore. Gjermania lindore nuk e ka pas shumë të lehtë me pranu diverzitetin që i ka ardhur. Do thotë në atë kohë ata kanë pas këto vështirësitë e sfidat e veta. Në njëjtën kohë kam pas refugjat që kanë ardhur prej Bosnës, mandej ka ardhur vala e parë prej Kosovës, edhe në secilin vend ku ka më shumë në secilin vend ose rajon ose shtet monoetnik, ose ku shumica i takojnë një etniciteti, gjithmonë kur vjen diçka e re, të duket se është rrezik, edhe është vështirë me pranu. Kështu që në atë kohë, në vitet e 90-ta në Gjermani nuk është se i kanë prit hujt me dur të hapun, ose që të kanë dhënë mundësi të shumta, mirë po si fëmijë nuk e kam vrejt asnjëherë atë urrëtie. Kështu që e kam kujtesë shumë të mirë
të ngjarjeve të bukura të asaj kohe, padyshim që ka pas edhe sfida, mirë po unë mundohem me I kujtu ato të mirat që I kemi marrë prej asaj kohe. Do thotë, e kam mësuar gjuhën shumë mirë për shkak se kam qenë rrethuar prej gjermanëve, kemi pas mikpritje të jashtëzakonshme prej rrethit ton, komunitetit ton, që na kanë përkrah edhe neve, po edhe mandej me projekte të ndryshme në Kosovën, për mu ka qenë edhe interesant me vrejt sa jo me gjendshme, për shkak se kom ndru shumë shkolla, edhe në Gjermani kam arrit me qenë edhe në gjimnaz, që në atë kohë, në vitet e 90-ta, në Gjermaninë lindore, po kanë diçka shumë e rrallë, me arrit një huj, me u pranu në gjimnaz. Këto janë ato që me të vërtet jam shumë mirë njohëse dhe falënderuese e shtetit Gjerman, se gjithmonë e kemi perceptu se jemi aty përkohësisht, edhe që gjithmonë ëndra, vizioni, dëshira, jo vetëm prindve, po edhe e neve, fëmijëve, ka qenë me u kthy në Kosovë. Se atë dashurinë, edhe atë idealizmin na kanë instaluar në ADN, kështu që ka qenë e pashmangshme me pas atë dëshirën që me u kthy më njëherë sa të përfundon lufta. Qysh mandej kur mësohesh edhe kur fillon gjimnazin në Gjermani, qysh ka për juve me u kthy në Kosovë, në një periudhë po ashtu kur edhe Kosova ishte në ndryshim, edhe një ndryshim që ka zgjatë për shumë vite mandej në një tranzicion. Këto të dyat kanë qenë ngjarje edhe rrugtimi për në Gjermani, se kam qenë mjaft e madhe për me kuptu edhe me I kuptu, edhe me I kujtu tash, do të komplet atë rrugtimin. Tash imagjino vjen prej një vendi si Prishtina, ku gjithçka ki të rregullt, edhe mandej me një shtat që shkronjat I kupton, si I ke mësuar në shkollë, po nuk I kupton fjalët, edhe prind janë të nuk e kanë atë mundësinë me të ndihmues edhe për të harë diçka e re, janë të pafuqishëm për me dalë në krah, edhe është me të vërtet diçka që ty të ndryshon si person, transformon. Njëjtë ka qenë edhe kthimi në Kosovë. Do të thotë më një herë në qershor me përfundimin e luftës ka qenë shumë e qartë për neve që ne do të kthehemi në Kosovë, edhe mi kthy në gusht. Që ka qenë shumë e shpejt. Mirë po vullneti I mamit edhe babit për me ardhë këto me ndërtu, çdo ditë e humbën, çdo ditë që kemi qenë ma gjatë në Gjermani ka qenë një ditë e humbën për me dhënë kontributin në Kosovë. Edhe kështu sikur prindëmi kanë vepruar dhe plot tjerë, nuk është kjo një historie e veçantë dhe e veçuar prej të tjerëve. Edhe ka qenë ajo që na ka shty me ardhë këto. Kur kemi ardhë këto, tash prapë për një vendi që është shumë I rregullum si Gjermania, në një Prishtinë të pas luftës, ku s'ka pas rrymë, ndoshta ka 6-7 orë, ku është dashur edhe pse ke qenë në kryeqytet, me shku me shisha, me mush ujë, se s'ka pas as ujë, furnizim me ujë, kemi qenë të ekspozuar ndaj prezencës ushtarake, njerëz kanë qenë të armatosur, e maj mend shumë mirë në detaje 28 nëntorin e parë në liri, ku me shumë gëzim kemi dalë në të sheshi edhe ka pas plot armë, happy shooting, që një farë formë ndoshta kemi qenë të rrezikum, po në atë kohë secili vetëm ka qenë I lumtur që kemi arrit me pas një Kosovë të çlirume edhe me punu për një të ardhmë më të mirë për vendin tonë. Mandej fillova edhe shkollimin këto edhe mas e ke mësuar një gjermanisht e të mirë edhe ke përvecu dash me u kthy, po megjithatë ke pas atë dashurinë e ngulitun ditë pas dite edhe kur je kthy prej shkollës në shtëpi. Çka vendose më studiu, ku e fillove atë orientimin tëm profesional mandej? Që ishte shkolla për ty pas kthimit në Gjermani, a ishte shkolla në Kosovë interesant? Shkolla në Kosovë po, mundem me thënë që ka qenë interesant. Unë jam shumë mirë njohë se prindëve të me, që edhe pse jemi rritë në Gjermani, unë gjuhën shqipe nuk e kom haru, edhe nuk kom haru as me shkru shqip. Në atë kohë nuk ka pas shkolla të gjuhës shqipe si kur tash, ose mësim plotësues. Tash kanë shumë fatë bashkëdhetar tanë që munden, po edhe munden përmes televizionit, rrjeteve sociale me u ekspozu ma shumë ndaj gjuhës shqipe. Në kohën kur unë kam jetu në Gjermani, bota sot është lexu edhe ke pas mundësinë që me abonu që me të artë të shtëpia. Kështu që çdo natë para se me ra me flajt, unë atëherë kom perceptu si dënim. Se kom qenë e vogël për me kuptu. Po, do me thënë komplet faqen e kulturës është dashur me përshkru me dorë para se me ra me flajt. Edhe unë e du shumë babin edhe mamin tam. Po,
po në atë kohë nuk kom mujt me I kuptu, më ka duk sikur janë ka dojnë me na maltretu një farë forme, se mjaftushëm kishim material për me mësu për shkollë, ma ndej kjo ishte dhe diçka shtesë, po gjithmonë kanë thënë që është shumë e rëndësishme mos me harru gjuhën, është shumë e rëndësishme që edhe me kuptu që ka pëndodhë në vendin tonë, edhe kthimin Kosovë, pastaj në shkollë këto as pak s'ka qenë I vështirë për mu. Do thotë në vitin e parë që më kthy, I kum lexu lajmërimet e shkollës. Sikur dikush që sapo është kthy në Kosovë, edhe po tash çaj integrimi kulturor ka qenë pak më I vështirë. Mënyra që kemi mësu në Gjermani edhe mënyra se si është mësu edhe ligjëru në Kosovë ka dallu si nata me ditën. Do të këto është kërku që më mësu për mensh, atje na kanë mësu dhe na kanë nxit me mësu në mënyrë kritike. Këtu ka pas jashtëzakonisht konflikte mes atyre bot kuptimeve edhe vlerave që I kom pas, qoftë prej shtëpisë, qoftë prej sistemit në Gjermani edhe në Kosovë. Çka kom vendosur me studiu? Unë fund kom vendosur me studiu juridikon, mirë po nuk kom prit deri kur kam qenë e gatshëm për me studiu që me hulumtu që kam pëlqen ose më përshtatet. Do të thonë mas shkollës mesme ke pauzu apo jo, nuk ke pauzu? Unë jam kthy në Kosovë faktikisht në klasë 6. Edhe në fakt në klasën e 6 isha dashur më kthy, po në Kosovë kanë ripërsërit gjysmëvjetorin e dytë për shkak luftës. Nëse në Gjermani është sistemi arsimor ndryshe, aty vendoset të thotë vetëm 4 vjet të shkollimi bazik, mandej gjimnazi fillon prej klasës 5, për me sqaru masi e përmandim që kom qenë gjimnaz atje. Do të thotë këtu prej kësaj moshës tame 13-14 vjeçare deri në moshën e 21 vjeçare ne kom eksperimentu shumë. E kur po them eksperimentu nuk po mendoj për parti, po mendoj që gjithmonë kom dash me gjetë veten edhe me pa cilat janë ato talentet e mia, ato shkatësit që unë du me I zhvillu për me qenë ma e dobishme për komunitetin tam, tash po kthina prap ta idealizmi, për me dhani kontribut, po edhe me qenë ma e mirë, ma e vlefshme për tregun e punës. Ato gjithmonë e kom pas shumë parasysh dhe shumë herët jam vëdisu për çet fakt që nuk të mjafton vetëm shkolla. Kështu që në qëtë periudhë kohore kom provu gjithçka. Paralel me shkollë, ku kam qenë shumë e mirë, po nuk më kam mjaftu si sfidë, kam punu në radio, kam punu në televizion, kam shkruar botu një libër, kam bo filma dokumentar, kam bo murale në për Prishtinë, edhe kam marrë pjesë në lloj-lloj trajnimesh për leadership në atë kohë që ka pas, po edhe e kam pas fatin me pas prind që kanë qenë shumë përkrahës dhe liberal, me 16 vjet. Kom bo një Eurotrip në New York që edhe ajo më ka lanë shumë përshtypje, po edhe më ka transformu mu si person, se është kogja interesant që me qenë ti jo vetëm, ajo ka qenë organizume në kuadër të një programit Nansen Dialogue Center, e prej asaj kohë që gjithmonë një mundu me testu vetën, me pa që ka munde me bo, se cila pjesë e kësaj CV-s tame që hiç nuk është lineare, më ka ndihmu që në ardhmen me qenë ma e mirë në karrierën tame. Edhe shumë e rëndësishme që tregova që në moshë mjaft re ke nisë me eksperimentu edhe me gjetë veten, sepse shumë njerëz presin deri në fakultet edhe me ditë ka me orientu. E ti ke bo shumë a herët, je përgatit për tregun e punës, nashta në një kohë ku njeriu mendon veç qysh me marr këtë pestra në shkollë. E një mesazh shumë I mirë edhe për ata që kanë fëmijë në moshën qysh ke qenë ti, që me I stimulu me pa diçka për te që ka ofron arsimi ose me I zbulu pasionet e veta. Një juriste me profesion, po mund të më thonë që ke ushtruar profesione ndryshme, cila është ai profesioni tregove, ke punu fillimisht në radio, ke nis diçka me gazetari, mandej ke vendosur me studiu juridikun, qysh ka rrjedh pak që kjo? Po, pse juridiku jo gazetaria? Po, shumë mirë the, kom provu gjërat ndryshme, në fushat ndryshme, edhe gjithmonë më duket që I kom jetu jetë të ndryshme. Se kjo ma ka pasuru mu jo vetëm jetën, se është kom plot storje për me tregu, kushdo që më ka mund rreth në vetë, edhe që kom shumë qef me tregu storje, jo veç tjetës teme, po kështë më përgjithsi, si storyteller, po pse juridikon? Gjithë e kom pasit sensin e drejtësisë në vete, edhe lidhët pak edhe me qëtë fëmiri në Gjermani, se në atë kohë unë pata mësu aq mirë gjermanesht, edhe kom ditë aq mirë me u shprej, që krejt ato shkresa që do është printemi me I shkru me entin për të huj, I kom bo une, në më të prindve, e kështu që edhe në shkollë, kur do që ka pas padrejtësi ose ngjajsh, më kom ditë sakt qysh me shkrujt ankesa, ku me I drejtu ato, edhe qysh me përfaqësu qatë ndjenjen e drejtësisë që kom dasht me mbrojt njerëz. Edhe ka një pikë që unë me qenë se kom eksperimentu me llojet ndryshme të gazetarisë, radio, televizion edhe shkrim,
Edhe me një moment caktum, e kom vrejt që nuk është diçka që kisha dashur me bota jetën. Edhe është okay me vendos edhe me pakta. E kom pa që për mu është shumë bazë më e mirë nëse unë regjistrohem në fakultet juridik, edhe mandej prej aty ki mundësit ndryshme. Qoftë me mbetën profesion, si gjyqtar, avokat ose prokuror, po qoftë edhe me shfrytzu si bazë për çfarë do lloj profesioni ose karrierën të ardhmen. Kështu që ka qenë vendim i duhur në atë kohë. Ndërkohë në kohën kur ke apliku më bo studente e Universitetit Prishtinës, ke qenë duke punu edhe ke dalje para në testin pranus, që shu ka pak që ke eksperienca mes punës, mes emocioneve të fakultetit. Mu për një sen vjen shumë ka që s'kom qenë asnjëherë vetëm studente. Ose vetëm nxënëse, gjithmonë ka qenë shkolla edhe diçka tjetër, fakulteti edhe diçka tjetër për me më sfidu. Në atë kohë kom punu në Bern, të Jeta Gjara, në atë kohë Berni ka qenë shumë i vogël, kemi qenë vetëm 5 të punësum, kështu që... Ka qenë Jeta në Kosovë. Po, Jeta në Kosovë është emisioni ma i shikum në atë kohë, ka qenë privilegj me punu në Bern, edhe eksperiencë e jashtëzakonshme. Për shkak se kemi organizuar edhe debatet e para në për komuna, atëherë askush para jetës nuk ka organizu diçka tillë, kështu që për mu më ka ra edhe me pa vendin tem edhe me njoft ma mirë përmes punës në Bern, me u ekspozu me njerëz të komunitetit komunave të ndryshme, mirë po gjatë fazës sa kam punu aty, kam qenë edhe angazhume për gazetar të huaj. Kosova para shpalljes pavarësisë ka qenë shumë interesante për gazetar të ndryshëm nga bota që kanë raportu se çfarë do të ndodh, kur do të shpallet pavarësia. Kushdo që marrë me këto tema e din sa shumë nga ka kushtu kohë edhe energji kjo, jo ato standardet para statusit e kështu me radhë, e kështu që më ka ra me o ekspozu dhe me gazetar të huaj shumë për ata, këm aranxhu termine, këm përkthy, edhe me një gazetar të gazetës prestigjioze britaneze Independent, edhe kam shkru artikull bashkë. Kështu që me 20 vjetë u publikuaj artikulli, që për mu ka qenë e pabesueshme edhe wow. Edhe njëjtën kohë pa të apliku për me u regjistru në fakultet juridik, edhe zakonisht në Kosovë kemi këto thashë thëme që nuk mundesh, mas pare ki thashë thëmë gjithë mundesh mu punësu kërkon pa e pas t'i kanë. Unë gjithë më njëm punësu. Mundesh mu pranu. Po. Gjithë jem punësu, gjithë kanë pa e pas kërkon gjafshëm. Ose që s'mundesh mu regjistru në pa e pas t'i kanë gjafshëm. E tash me qëtë informacion kokë, unë kam shku me lyp vetën listën e studentave të pranum, edhe kom fillu pri fundit, edhe mandej nuk e gjesha vetë në listë. Kështu që fillova pak me pas ashtu droj, në qka nëse nuk jom pranu, edhe kom qenë e para. Me qenë se kom qenë e para edhe kom punu njëtën kohë, ka qenë mesazh shumë inspiruse dhe për bashkëmoshtarët e me. Jeta ka qenë shumë përkrahëse që me i shty gratë për para, edhe më patën intervistu RTK-ja në lajme qendrore, edhe ka qenë një prej ngjarjeve shumë interesante dhe emocionale. Edhe shumë e rëndësishme, edhe që u dokumentu këtë kapitull. Është dokumentu, po. Edhe i rëndësishme për jetën tënde, po edhe një mesazh shumë i mirë për që mundesh me ja dalë në disa punë njëkohësisht, edhe mos me qenë suksesshme vetëm se fokusohesh në një gjë, po në gjitha ka pak. Po du me dalë mandej përveç kur e le gazetarin, ku vendose me punu, ose ka qaj juridiku, ose ka qaj pasioni. Unë gjithmonë e kam pasat ma lëngjimin për Gjermanin. Edhe pse mi kthy, kontaktet i kam bajt me shoqin atje, jemi shkruajt letra, deri sa fillu me shkruajt emaila, edhe me pas messengera. Në vazhdim si kam lexuar gjermanisht, kemi ndjek kanale gjermane në atë kohë, edhe një fakt që shumë pak e din, shteti gjerman në Kosovë nuk ka përkrah vetëm përmes fondeve që i kanë me Gizin ose me KfW-n për zhvillim të vendit dhe infrastrukturës, po kanë pas edhe projekte për me i përkrah pikrisht njerëz sikur ne, sikur familja jonë, që jemi kthy edhe kemi qenë në një gjimnaz caktuar, në atë kohë bashkëpunimin e kam pas me Sami Frashin, ku na kanë ofruar për të gjitha ata që kanë ndjek mbi 5 vjet shkollën në Gjermani, kurse shtesë gjuhës gjermane me profesor që janë dërgu ekstra prej Gjermanisë për me mbajt ato orë me neve. E unë kam qenë pjesë një grupit të tillë, për gjatë komplet kohë sa kam qenë në gjimnaz, deri në matur, do të thotë kam ndjek këtë si orë shtesë kanë qenë ato, veç gjermanisht, një grup shumë i lezetshëm kemi qenë që e kemi thënë një rekord botnor. Thotë
krejt këto grupet që janë në barë botën e shkruajnë një test që është atash që shumë i bjanë mi përkëthy shqip, është një test që mbahet njëtën kohë në gjithë botën për me t'i matë shkatësit të gjuhës gjermane. Ajo bëhet mbasi ndjej 4 vjetë që të kursin specifik, edhe ne si grup kemi arrit një mesatare mbi 96%. Edhe për këta më ndej patën shkrujt mediat, se ka qenë diçka jashtëzakonshme, po këtu e sheh edhe çfarë kvaliteti kam pas ata që kanë vendosur me u kthy dhe me vazhdu me u marë me gjuhën gjermane edhe pse s'kemi jetu atje. Po në anën tjetër po do më ndalë edhe te ajo pjesa kur keni shku si familje me prindët e juaj, ka qenë një periudhë ku një shtesë intelektuale kanë rrinë në Gjermani edhe e kanë pa një anë të tjetër të atyre që vinë prej Kosovës. Edhe ky është fakti shumë i rëndësishëm, për shkak se personat cilët kanë imigruar të kalumen kanë qenë zakonisht beqar, që kanë punu punë të ndryshme fizike. E tash me vetë faktin që ka fillu mu acaru edhe me u rëndu gjendja në Kosovë, kjo para luftës, në gjatë luftës gjithsesi që edhe ma shumë e kanë lëshu vendin, ka ardhë të themi një komunitet më ndryshe se sa që kanë njoftë ata. Për një herë kanë qenë familje, po kanë qenë familje intelektualesh. Edhe e përmenda, Gjermania i ka pas vetë vështërsitë e veta në vitet e 90-ta, për neve ka qenë të çuditshme që kur kemi arrit atje, sistemi ka harru që duhet me na regjistru në shkollë. Edhe mami dhe babi me avokat kanë luftu që ne me u regjistru në shkollë. Edhe për ta ka qeni sfidë edhe përballje ndryshe, se tash kanë pas të bëjnë, do të thotë me njerëz luftarak kanë qenë të gjithë, po tash do të thotë kërkesat kanë qenë ndoshta më ndryshe. Megjithatë karriera juaj u lidh prapë me Gjermaninë, me diplomacinë ekonomike, ku vazhdove mandej? Unë përgjatë krejt rrugtimit tim, asnjëherë nuk ju kom friksu sfidave të reja. Nuk shumë kom qef me sfidu vetën. Unë mendoj që kemi vetëm këtë një jetë. Edhe duhet se cilën ditë me jetu si kur me qenë e fundit, edhe se cilin moment me u shfrytzu që me kriju diçka që ne me lanë gjurëm. Jeta jonë është shumë e shkurt në këtë botë. Të thotë nëse nuk arrim me kuptu çdo gjë që na rrethon këtu është produkt i punës dikujt. Për shembull, mikrofonin, kjo është një shpikje e një personi që ka pas njëjtë 24 orë në ditë si kur ti edhe ona. Unë kështu e shoh jetën, që kam qef me sfidu veten, me mësu që ka mundem unë me bo, që mundem me kontribu edhe ma shumë edhe me pas impact edhe tek komuniteti rreth. Edhe nuk ju frikruam sfidave, se pa pas sfida njët nuk mundesh edhe me u rrit. Kështu që sfida e radhës ka qenë që kur e lash gazetarin, pash që ambasada gjermane po kërkon dikan për sektorin ekonomik, edhe kom apliku edhe pse është kërku diplom universitare, unë sa pa ta fillu me studiu. Kom apliku edhe pse është kërku me pas përvojë minimum 3 vjeçare, unë s'kom pas atë përvojë, do të thotë komplet ato. Shumë e mirë, mos me ndjek gjithmonë çka kërkohet. Po. Me sfidu veten edhe me provu edhe nëse nuk i plotson ato kriteret që kërkohen. Do të thotë konkursi si i tillë ka qenë mjaft friksues. Se ti ke pa gjitha ato kriteret edhe çka kërkohet, edhe ti ke thënë, "Okej, mirë, unë nuk e kam përvojën që po e kërkoj, nuk e kam diplomën, mirë po unë kam njohuritë e gjuhës gjermane edhe unë e di që mundem me bëj këtë punë nëse më japin shansën." Edhe kështu që kom apliku. Edhe ata në intervistë do të thotë ju kom lënë shumë përshtypje, edhe më kam pranu përkundër faktit që nuk i kom plotsu çdo kushtet që atëherë kanë qenë të domosdoshme ose që kanë qenë kushte ose kritere formale. Edhe ka një herë për një me, kjo është këshill për cilin do që na dëgjon, pa marrë parasysh gjinin, nga një herë femrat janë, gratë janë pak ma që duhet me i shty, po aplikoni. Aplikoni nëse dini që ka potencial, mos u friksoni asnjëherë, se varet që gjithmonë kur kush është në tavolinë me ty që të rekruton, edhe a e sheh atë potencialin. Shumë shpesh është shumë e rëndësishme me pas sistemin e vlerave të njëjta ose të ngjashme, edhe me ditë punëdhënësi që mundesh me qenë i vlefshëm për ta. Këto tjerat gjithë mësohen. E kështu që më përfundova si punëtorja më e re në ambasadë, e kam marrë gjithë me shumë seriozitet punën, aty jam zhvillu jashtëzakonisht shumë, do të thotë komplet personi
nora në punë, ky aspekti profesional o ndërtu në ambasadë gjermane, sepse kam pas punëdhënës me Ministrinë e Punëve të Jashtme të Gjermanisë, kom ndjek paralelisht edhe trajnime në Berlin atje, edhe kom punu me njerëz të jashtëzakonshëm. Do të aty kom marr komplet bazën, mënyrën që shpunoj, jo vetëm në aspektin sistematik, po edhe profesional, po edhe vlerat e punës. Kjo më ka pëlqyer shumë, se kom mujt me jetu midis në dy botrave që i konsideroj si të mijat. Në Gjermani akoma ndihem si në shtëpi, edhe Kosova natyrisht që është shtëpia ime, edhe ai ka qenë ambienti ideal për mu për me u zhvillu tutje. Mandej pri ambasadës Gjermanisë ke qenë edhe udhëheqëse odës ekonomike gjermano-kosovare, për gjithë ata që ka njohur shumë edhe si figurë ma publike nëpërmjet vizionit që e keni ndërtuar atë. Qysh erdhë të propozimi që ti mu bë pjesë me udhëheq në fakt odën, qysh u ndive ti kur e morë fillimisht si ide? Edhe pse në ambasadë puna ka qenë mjaft interesante, se unë e kom ndjek jo vetëm këtë pjesën ekonomike, po kam pas rast që marr pjesën në për takime politike, edhe kam qenë gjithmonë e informuar se çka po ndodh në vendin tonë, plus ky ekspozimi me investitor potencial gjerman, me ndërmarrjet gjermane që kanë qenë veç në Kosovë. Mirë po, edhe në kohën sa kam qenë në ambasadë të punu, unë kom kërku ma shumë sfida, kom dasht me u rrit, e kom ditë që kom potencial, edhe mundem me shfrytzu edhe komplet backgroundin e larmishëm që e kom ndërtu para se me mbush 20 vjetë. Të i ditë këto e tregoj si anekdot, në zyre e kom pas një letër që kanë qenë 2 hapa. Një hap është learn to fly, mësot fluturosh, e hapi dytë është fly away, fluturon. E tash, unë mësova me fluturu. Edhe e pata nevojshme për me ndru diçka, për nuk e disha sakt çka. Në atë kohë, ambasada e cila e ka themelu odën gjermane, ka pas dëshirë që oda me u reformu. Edhe në atë periudhë udhëheqëse ka qenë një ambasadore, zonja Angelika Fis, edhe ka qenë një zavenc ambasadore. Edhe ato të dyjat ma kanë dhënë qatë shtytjen që unë me dalë prej foles edhe me fluturu vetë. Kjo ka qenë për mu jashtëzakonisht domethënëse dhe inspiruese, për shkak se kanë qenë vetë 2 gra udhëheqëse edhe kanë besuar në mu. Pa atë idenë e propozimin që më kanë thënë ka konkurs për drejtar ekzekutiv të odës ekonomike gjermano-kosovare, unë nuk e kisha ndërmarrë ndoshta atë hap. Edhe pse e kam ditë që e kuptoj shumë mirë ku janë vështirësitë edhe ku janë potencialet për me u rrit oda, mu ka dasht edhe njëherë qaj validimi i jashtëm që po mundesh, se në atë kohë për mu ka qenë pengesë pak edhe mosha. Ke qenë shumë e re, mjaft. Unë kam qenë e re, po. Tash, varet prej cilë këndë vështre me shah. Për mu 30 vjetë, më ka duke qenë shumë e re. Në dhe mendoj që e re për një mision si që ka pas oda dhe që keni rrit. Qysh e keni gjetë odën edhe qysh kanë qenë ditë para të punës në një pozit udhëheqëse, edhe qysh ka shku mandej rritja, a ke besu që oda ka me u rrit aq shumë sa pas 8 viteve kur u largove nga oda? Nuk e di pse, po gjithmonë e kom pas një qasje shumë pozitive ndaj çdo ambienti të ri ku kam hy. A ka kjo të bëj me fëmirin që në Gjermani është dash shumë shpesh me ndru shkolla, më gjint ambiente të reja dhe është dash me sfidu vetën për me depërtu edhe me u dëshmu, apo ka të bëj kjo thjesht me mënyrën se si jam rrit, po pa marrë parasysh që e kom ditë sa sfiduse ose sa problematike mund të me qenë një gjë, gjithmonë e kom pa potencialin që anën e mirë të saj. Anën e mirë edhe e kom ditë sigurt edhe sakt që ka mundem unë me kontribu dhe me dhanë aty. Tash, marrë parasysh që në ambasadë jam formësu edhe kam mësu jashtëzakonisht shumë, ajo është baza kështë më e mirë e mundshme që kam mujtë me fitu dikon, edhe kam ndërtu një rjet duke qenë në ambasadë, me institucione gjermane, me ministri, po edhe këtu në Kosovë, të thotë, nuk është që kam qenë fytyre pa njohën. Sfidën për me udhëheq odën e kom marrë për shkak se në momentin kur kam apliku për pozitë, se ajo ka qenë është dashur me apliku, kom pas kundër kandidat që kanë qenë ma të vjetër, ma me përvojësone, pra po kthehemi sikur atëherë kur kom hyrë në punë në ambasadë. Edhe e kom ditë sakt se cilat janë sfidat edhe cilat janë zgjidhjet që unë më ofru. I më kanë me shumë vetë besim që mundem me ndihmu me transformu edhe me reformu odën
përkundër faktit që kom qenë ndoshta e re edhe pa përvojë menaxheriale. Qysh e kom gjetë Odën atëherë? Oda ka qenë vitin e 5 themelimit, edhe unë kam qenë drejtori 4. Do thotë kjo flet shumë që s'ka pas kontinuitet, sepse ka pas ndryshime shumë të mëdha menaxheriale, kështu ndrime të shpeshta. Është dashme pa ata si kur një lloj start-upi që duhet me pas shumë angazhim, që duhet me pas punë të jashtëzakonshme për me mujt me arrit me sistemu edhe me pas pasaj edhe sukses. Kur e kom marrë përsipër udhëheqjen e Odës, ka qenë për mua tranzicioni dyfisht. Do të më për herë të parë jam gjitë me një pozitë udhëheqëse, me udhëheqjen e Odë ekonomike ti ndërmjet politikës edhe bizneseve. Do të thotë është kogja delikate mënyra qysh ti flet pastaj qoftë me politikën, qoftë me bizneset, me mbajt atë balancin, edhe nuk është punë as pak e lehtë. Kështu që për mua ajo ka qenë një sfidë që është dashur me u ballafaqu me ta, kom ndërtu sistem për rreth, edhe kjo vlen si këshill për gjithë ata që gjenden në pozita menaxheriale për herë të parë. Duheni mos më mendu që duhet krejt mi ditë zgjidhjet vetë. Normal që është shumë mirë me lexu libra, me ndëgju podcast, po është shumë mirë edhe me ndërtu sistem të mentorimit. Tash në Kosovë, në atë kohë, nuk ka pas programe në mentorimi ku mundesh me thonë, ok, po regjistruam këto dhe e gjeni mentor. Ti vetë duhesh me analizu se cilë janë ata njerëz që kanë pozitat ngjashme si ti, që kanë ma shumë përvojë, edhe që mundesh me pas atë ndërlidhjen edhe besimin me ta, që ata me i nda përvojat tyre me ty, që me të ndihmu ti me urit. Po njëjtën anë ka edhe mekanizma tjerë, mundet secili menaxher i ri me gjetë edhe një executive coach. Kjo është edhe rruga tjetër që e kam gjetë. Do të përpas mentorëve që i kam pas, që i çmoj shumë se akoma më ndihmojnë dhe më këshillojnë, unë do të thotë kam angazhuar edhe një executive coach që ka punu me mu, që ky tranzicioni me qenë më i lehtë, që në me ditë natyrshëm. Po, më i natyrshëm, që unë gjatë secilit hap që e kam bë me mësu diçka të re edhe me u bë lider më i mirë. Sfida tjetër për mua ka qenë me zgjidh se cili është, domethënë me zgjidh se cila është mënyra që unë du me udhëheq edhe çfarë leadershipi kam dëshirë me pas, çfarë stili leadershipit. Edhe kjo ka qenë mjaft interesante si hulumtim ose zbulim për mu. Për vete. Se jam dalë edhe kom reflektu. Me qenë se kam pas periudat ndryshme me punëdhënës të ndryshëm gjatë jetës, kam analizu se cili ka qenë ai shef ose ajo shefe udhëheqëse që mu më ka motivu për me qenë punëtore më e mirë. A ka qenë ai shefi që kanë shumë i rapt edhe që më ka mikromenaxhu edhe s'u më ka besu asnjëherë, apo ka qenë dikush që më ka inkuraju, që ka dashur me qenë më e dukshme, me pas pavarësinë tame në punë, edhe kom kuptu që unë kam qef me qenë një udhëheqës ose udhëheqëse e tillë që me inkuraju stafin edhe me pas këtë lloj leadershipit, me pa më të mirën të me pa më të mirën tek të tjerët, mos me u friksu për njerëzve që janë të mirë, mos me mikromenaxhu njerëz, shumë e rëndësishme, edhe me kriju ekipe të forta. Mundesh me pas sukses vetëm nëse ekipin e fortë edhe merr njerëz që janë me të vërtet mundesh me punësu gjithsesi për potencial, po të vynë edhe njerëz që veç janë të dëshmuar edhe që janë punëtor të mirë. Më duke që të jo e kom lexu një thënie të Jessica Alves, sa herë që ki një vend në tavolin, gjithmonë përdor ata për me ulje dhe gra të tjera në tavolinën ku jeni ju. Në anën tjetër në Oda e keni kriju një ekip shumë stabil, keni pas sukseset shumë të deri në momentin kur jeni largu. Pse në Odë keni zgjedhur me pas më shumë kolege vajza, gra, si ka qenë procesi i rekrutimit? Çfarë metoda ke ndjek gjatë rekrutimit? Kjo është shumë pyetje e mirë. Për gjatë komplet kohës sa kam qenë në Odë kam qenë 8 vjet, gjithmonë kanë pyet pse keni ekip më shumë gra ose vajza ose pse nuk po punson djem. Ka pas edhe periudha që natyrisht kemi pas edhe djem me burrat punsum. Nuk ka qenë politike qëllimshme. Sa herë që kemi pas konkurse pune ose është rrit ekipi, personat që kanë apliku për punë kanë ndryshu prej njëri tjetrit, edhe mandej kom vrejt që me të vërtet është edhe një element gjinor. Vajzat, gratë, kur kanë apliku, kanë qenë jashtëzakonisht përgatituna. Do thot, aq përgatituna sa ka pas raste që kanë ditë përmendsh emrat e personave që janë bardh në Odë. Që s'ka nevojë me ditë ato në intervistë pune. Pastaj të tjerët, djemt,
kanë ardhur me një lloj vetbesimi edhe arrogancë në shumicën e rasteve që as nuk kanë ditë çka bën Oda. Ka qenë një farë qëndrimi sikur ja ku jam, edhe tash duhesh me më punësu se unë jam shumë i mirë. Kur aplikon dikon, ti mundesh me qenë shumë i mirë, mi pas keq shkallëcitë e duhura, po duhesh edhe punëdhënësit tënë potencial me i tregu që ti e kupton se çka bën ai punëdhënës, se ti nisë don me qenë ti don me qenë pjesë e atij ekipe. Ti don me qenë pjesë e implementimit që atij vizionit që është për çat institucion ose firmë ose kudo që aplikon. Edhe kjo ka shtyr që pastaj ju më punësu grasë, unë s'kam qenë e vetme në komision, gjithmonë ka qenë një komision i cili bashkë me mu ka rekrutu. Kështu që kushdo që aplikon për punë, kudo që aplikoni, s'paku e lexoni website-in e firmës, e kuptoni se për çka është ajo firmë, do të thotë çfarë qëllimi, vizioni. Çfarë qëllimi ka, çfarë vizioni ka, çfarë produkti ka, çfarë ekipi ka, e çfarë sjell ti si vlerë në atë ekip. Natyrisht që është shumë e rëndësishme edhe me pa se ajo firmë ose ai institucion atë përshtatet ty. So kjo është e rëndësishme. A përshtatet me vlerat e tua? Nëse ti prej fillimit të shaq që është diçka që nuk të pëlqen, nuk i përshtatet vlerave tua, atëherë mos apliko. Nuk duhet me pa vetëm si një vend pune ose si një lojë fati, hajde të provojnë ashta pranona. Kur e rekrutoni dika, cilat cilësi vlerësoni më shumë ose si e shihni nëse vlerat e atij personi përputhen me vlerat organizatës ekipit që ju e keni? Aty ka mënyra të ndryshme përmes pyetjeve që i parashtron, që mundesh me pas një lloj përshtypje, se këtu prap në intervista aty e sheh vetë sipërfaqen e dikujt. Mundesh me pas çfarë energjie transmeton çaj person, mënyrën që flet, çka përfaqëson prej përgjigjeve ti e vren ata. Unë shumë i besoj dhe intuitës tame. Çka kam arrit, po flasim për një ekip të vogël, se në kompani që janë shumë të mëdha, është problem gjithmonë me shku edhe në mënyrë intuitive, me i përgjigj njerëz sikur me qenë pjesën e puzzle. Te unë ka pas sukses kjo mënyrë e rekrutimit për shkak se secili person që ka qenë në ekip ka pas karakteristika tjera. Do të thotë i kam pas ndoshta disa pjesë që dikush i ka pas më adopta, personi tjetër i ka pas çato shkallësi që i ka pas më të forta, edhe kanë mujt me funksionu bashk pa u nik asnjëherë që në konkurrencë, edhe ka qenë shumë saktë definuar kush çfarë lloj detyrash bën në ekip. Kështu që harmonia ka qenë pak a shumë e garantuar se secili ka plotsu njëri tjetrin. Ma tha që kur në një bisedë tjetër që kur rekrutoni gjithmonë e shihni se si ata punojnë s'mundën me punu me njëri tjetrin. Jo veç që po duket ose ti si mundesh me punu, po edhe si ndikon kjo në harmoninë e ekipit edhe sa janë karaktere ngjashme ose ndryshme. Kur ki ekip të vogël që duhet me punu në mënyrë shumë efektive, atëherë është shumë e rëndësishme me analizu edhe në qatë dimenzion. Të thotë, sa herë e kom pas përballë një kandidat ose kandidate që ka qenë punëtor potencial, kemi analizu bashk me anëtarë tjerë të komisionit qysh mundet ky person me u inkuadru në ekip edhe a e prish dinamikën e ekipit ose harmoninë e ekip. Kjo është me të vërtetë e rëndësishme, se në fund ditës normal që unë punoj me atë person bashk, po ata kanë me punu edhe me zveti. Nura vëdu me përmend edhe një histori cilën unë e kom lexuar edhe besoj kanë lexuar shumë ata që ju ndjekun në rrjetet sociale. Ju gjatë kohës sa keni punu not e keni punësuar një grua shtatzan, që nuk është një praktik shumë e zakonshme. Unë nuk e kam dëgjuar më herët që dikush e ka punësuar këtu në Kosovë dikën që është shtatzan, madje shpesh dëgjoj edhe kësi terme që nëse dikush është e martuar, hezitojnë me marr për shkak se tash planifikon ta krijojë familjen. Pse morët këtë vendim ta punësoni një grua shtatzan? Ka qenë vendim jo i planifikum, nuk është, prapë po tham, nuk është shumica e vendimeve që i marrë nuk kanë qenë politika institucionale. Tash më thonë, okay, inkurajojmë edhe gratë shtatzane për me apliku. Por kur e kom pas përballë kandidatën, ka qenë aq e mirë edhe në intervistë, edhe në test, se ka pas raste për pozita të caktuara që edhe në test me shkrim është dashur me hy, e ka pas CV-n ashtu siç na u ka dashur neve për atë vend punës, edhe mandej fakti që ka qenë shtatzane, kam mendu pse duhet me penalizu dikën fakti që don me kriju familje, ajo është vlerë në fakt.
nëse dikush don me kriju familje. Edhe nëse ti si rekrutues e sheh që çaj person me të vërtet ka edhe kjo është pak kështu tricky se mundet nuk do me thënë që në çdo rast ka me funksionu kaq mirë sikur te ne, ajo është pak e lidhur edhe me një element të fatit, them drejtën, po unë kam vendosur me marrë qatë risk. Do të kam punësu kolegën tame, Gretën, e cila pat ardhur me jetu prej Tiranës në Prishtinë, edhe Greta ka vazhdu me punu në Odë, ndërkohë i ka pas edhe një fëmijë tjetër, edhe Greta aq shumë është rrit edhe është zhvillu atë potencialin që unë e kom pa tek ajo, sa që në fund, kur unë të thot kam dalë nga Oda, ajo jo vetëm që ka qenë zavend dritar, po në këtë periudhën derisa u zgjedh drejtori i ri, ka qenë ushtruese detyre. Edhe një mesazh shumë i mirë se ka edhe shumë gra që janë shtatzan edhe hezitojnë edhe me apliku, sepse shohin veten të përjashtuar automatikisht. E shumë mirë edhe raste si Greta që nuk kanë hezituar edhe kanë apliku, e kanë pa edhe si periudhë të rëndësishme, ndoshta me gjetë një angazhim të ri, në cilin edhe ka treguar rezultat. Folim po ashtu pjesë kur rekruton është edhe pjesa e largimit punonjësve, njerëzit vinë, zhvillohen, rriten, largohen, disa qëndrojnë, por kur është momenti ku si rekruter, si menaxher, si udhëheqës duhet ti drejtosh pyetje vetes kur punonjësit largohen, cili është ai moment edhe çuçi keni trajtuar ju largimet? Kushdo që është menaxher ose udhëheqës, gjithmonë punson njerëz, po dhe largon njerëz prej punës ose largohen njerëz vet. Ajo është e pashmangshme, sepse sot në këtë kohë ku po jetojmë ne, nuk duhet me pas iluzione që e punësojmë dikë dhe ai person ka me qëndru në kompanitë e ne deri në pension. Ajo është nuk besoj që ka ma persona tillë që qëndrojnë diku deri në pension. Në momentin kur dikush largohet don me u largu prej punës, atëherë është mirë me pas biseda që me analizu cilë janë ata faktorë që po e shtyn. Nëse janë raste të ralla, nuk duhet edhe fort me u mërzit për ambientin e punës ose ngjajshëm, se është secili ka atë vendimin e vet individual që merr nëse don me ndru punëdhënësin për me e sfidu veten, për me u rrit profesionalisht, varësisht prej llojit të firmës ose organizatës, thjesht nganjëherë nuk mundi me ofru atë mundësi të punëtorit tonë që me zhvillu edhe matuti, se ka limite të caktuara. Mirë po kompani duhet me u brengos nëse fluktuacione kanë shumë të madh. Atëherë ka të bëjë me punëdhënësin vet. Thotë punëdhënësi duhet me analizu, pastaj pse personat janë të largu, pse po ndodhin aq shumë ndryshime në staf mbrani kohë të shkurtë kohore, edhe pastaj me punu shumë me ambientin mbrana punës, me politikat, me kulturën e punës. Po ke edhe një shprehje shumë e mirë që ma tregova në gjuhën gjermane, që mos me ja ndalë udhtimin dikujt që është nis për një destinacion i cili ai mendon në atë moment që ka më shërby. Edhe ti kur ka ardhur dikush ka po e la për këtë arsye, e ke mirëprit edhe ke pasi një mundësi të zhvillimit tyre. Po, gjithsesi që po. Unë nuk e kam nal asnjëherë dikon. Ka versione kështu të ndryshme qysh me menaxhu situata të tilla, ka situata ku dikush vjen që don me rinegociu kushtet caktuar të kontratës që është okay, bën me rinegociu kontratën ose pagën ose ngjajshëm. Po momenti kur vjen një punëtor te menaxheri ose te team lideri edhe thotë që më ka shku mendja me lan punën. Atëherë mendoj që vendimi veç është marrë. Edhe në gjermanisht është një shprehje atë që e kemi përmend takimin tonë që kemi pas paraprakisht, që ma ka thënë mu një mentori ime, është Reisende darf man nicht aufhalten. Thotë udhëtari nuk bën me ndalë. Nëse një person veç ka vendos me rrugtu, me gjetë një rrugë tjetër, një kompani tjetër, me sfidu veten, nuk është mirë me ndalë. Se edhe nëse ofrojmë kushte hala më të mira, ose mundohemi me nxit edhe me josh që me qëndru, mas një kohë prap ka me shku, se ka ndave shmendjen. Është e përkohshme sepse vetëm e ka vendos sakun e vet edhe gjithmonë kam i gjithë format, ndoshta jo rrugën e tanishme, por një rrugë tjetër për me mbritet saku që ja kam vendosur vetes. Edhe kjo ka qenë filozofia, se dhe unë kam udhëtuar, kam shtektu. Edhe unë s'kisha pas qef me pas nal dikush, ose shumë është ma e shëndosh që dikush me dhënë për krahje, edhe në qatë periudhë. Natyrisht që është e dhëmshme kur janë pundosh shumë të mirë, edhe ti jetu i humb. Edhe kur lidhesh edhe emocionalisht. Edhe kur lidhesh emocionalisht me ta.
po është mirë nëse kanë synime të caktuara në karrierë edhe me i përkrah që me u zhvillu tutje, sepse unë prap e kam atë bindjen që një lider i mirë është ai që mundet me kriju lider tjerë të mirë. Atëherë ti e ke dëshmu vetën, atëherë ti ke lanë tamam kështu legacy. Nuk mundesh me qenë lider i mirë nëse je vetëm i fokusum te vetvetja, nëse nuk i përkrah të tjerët në zhvillim profesional, nëse nuk i ekspozon, nëse nuk i jep mundësi që ata vetëm me sfidu veten, me kriju kontakte të reja. 8 vite në Od e keni gjetë me 700 euro, nëse nuk gabohem, edhe keni rrit lidhjet e reja, keni mri me kriju një forum shumë të rëndësishëm. Pas gjithë këtyre sukseseve, nashta një njeri tipik kish me thonë, pse mu largone kur e kom kriju një vend stabil edhe mundë me ndjek tash këtë rrugë, po ti e bonet kundërtën e shtype butonin pauzë edhe u largove prej Odës. Ka tërë ky vendim? Unë e kam shiju kohën në Odë jashtëzakonisht shumë. Për mu Oda ka qenë si me pas fëmijë. Edhe është interesant një fakt tjetër, unë kam lind në 2012 djalin, Oda është me lund 2012. Kështu që gjithmonë e kom pasi kur diçka që duhem me rrit, me stabilizu, kur kom hyn Odë ka qenë me të vërtet si kur një lloj ristartimi institucionit, është bo punë paraprakisht gjithsesi, mirë po me vetë faktin që ka pas ndryshim shumë të shpesht në udhëheqje, nuk e ka pas atë stabilitetin që është dashur me pas institucioni. Thotë kanë qenë shumë pak pare në llogari, dikon 700 euro që i kom gjetë, bordi sa u pat zgjedh i ri, bashkë me antarët e bordit, bashkë me antarësinë që pastaj kanë ardhur, janë rikthy, kemi ndërtu fillimisht sisteme, unë jam adhuruese e madhe e sistemeve. Do me thanë, jo veç për organizata si Odat ekonomike ose organizatat jo qeveritare, po edhe për biznese, nëse dojmë pas sukses, do të me pas sisteme. Do të me ditë sakt cili është vizioni ku po do me mri, edhe cilat janë që ato sisteme që i ndërton mrena kompanisë, për me të mri ty sa më afër atij caku tënd që ki sot sikur endgame, varsisht se cilat janë synimet e firmës. Kështu që fillimisht i kom ndërtu sistemet, kemi ndërtu shërbime, ashtu që kompanitë cilat janë antarësu me ditë pse, çka është vlera për me qenë antar në Odë, edhe kemi arrit që për një buxheti tepër të vogël, me fuqizu organizatën, që me mri me pas stabilitet pa përkrahi donatorë, për ato gjithmonë kom qenë krenare, kemi qenë të financum prej antarësisë, prej shërbimeve, që kemi shrit shërbimet konsulencës, edhe prej vetë profesionalizmet që kemi arrit me pas në staff, që me ju shërby antarëve. Oda nuk ka qenë asnjëherë imja, ajo ka qenë gjithmonë e antarëve. Kështu që kur e kam mri me përmbush atë misionin tim, që prej 2 punëtorëve në fund jemi bo 11, që kemi pas pavarësi dhe stabilitet financiar. Zyre më të mira. Zyret i kemi pas tepër, jo vazhdojnë me qenë ato gjithsesi shumë të mira, antarësia është rritë, në mbi 200 kompani kemi sill investimi më i madh që sill vitin e fundit që kemi qenë aty ka qenë 20 milion euro në sektor prodhimet. Do të thotë plus forumi, po këtu janë veç disa detaje se është jashtëzakonisht shumë punë shumë edhe vazhdon me u bë shumë punë, edhe kur është arrit krejt kjo vjet ka qenë kulminacioni u regjistruar edhe për TVSH, do të thotë që kemi arrit me shit shërbime aq shumë që më regjistru dhe si TVSH për TVSH. Edhe me vetë faktin që organizum forumin ekonomik gjermano-kosovar ku erdhën 700 pjesëmarrës, 150 kanal prej Gjermanisë, ai ka qenë kulminacioni. Edhe aty prap ka qenë me nxitje të dikujt që çmaj shumë edhe Nora, ky është sukses i jashtëzakonshëm, çka kemi bë tutje, është sikur me fitu kupën në kampionatin botror të futbollit, çka kemi bë tutje. Edhe kjo më ka lënë mu shumë hapësirë për me reflektu dhe me mendu, se unë vetë jam person që mendoj edhe reflektoj shumë. Unë e kom një përkrahës shumë të madh dhe një armik shumë të madh është vetvetja. Edhe kom vendos me lënë në qatë kulminacion e karrierës time, veç thjesht e kom ditë që ajo është maksimumi që më me dhanë, edhe që duhet, edhe këto e meriton secila organizat, po edhe bizneset, duhet me ditë si udhëheq, si lider, kur e ke dhënë maksimumin tënd, edhe kur është koha me ardh dikush i ri, që ka energji tjetër, edhe që din me çu në nivel
më nalë se sa që mundesh me qute. Edhe e pata lexuar ke shkruar një thënie shumë mirë që ajo përdoret shumë shpesh, që largon nga skena kur ka ala duar trokitje, që shumë edhe lider edhe shumë udhëheqës kompanive preferojnë me nejt ndoshta edhe për te asaj kur e kam pasur kulmin e tyre dhe fatkeqësisht mbahen mend si persona me një nivel jo aq lart sa kur kam filluar ose kur e kam pas kulmin e tyre. Nora, pasi që u largove nga Oda me një përshëndetje emocionale prej bashkëpunëtorëve dhe stafit, ishte koha për një kapitull tjetër. Qysh kanë ato ditë pas kësaj? Ato ditë pasi që e kom lënë Odën kanë qenë shumë interesante se unë jem identifiku si Nora e Odës. Edhe prap jem has me një situatë të re në jetë që me fillu prej zeros. Po nuk është edhe aq e vërtetë se kudo që hym në cilin do ambient të ri, qoftë me një sektor të ri, qoftë me një vend punës, ose nëse ndrojmë shtetin edhe vendosemi tu dikun jashtë, natyrisht që e shohim si një ristartim që po nisim prej zeros, po gjithmonë më rikujtu vetës çfarë bagazhi kemi mbrapa. Edhe me identitetin ton kuda. Edhe që e kini identitet tëndin që të gjithë e ki me vete, që zvaret prej punës, ose prej pozitës që e ki, ose prej kudo që shkan. Edhe është më shumë edhe prej energjisë. Edhe prej energjisë që e ki edhe që ja u transmeton njerëzve. Për mu ka qenë e rëndësishme me bo një shkëputje prej Odës, që e the edhe vetë nga njëherë njerëzit mesin pozitat të tilla, se është vështirë me dalë prej zonës komforit, tepër është vështirë. Mundesh me u mësu aty, edhe me mbet, e nuk stagnon tani veç firma ose institucioni, po stagnon edhe ti. E unë prap po i kthem asaj që jeta është shumë e shkurt për me leju vetëm me stagnu dikon, edhe pse me jetu të njëjtën ditë për ditë, ose të njëjtin vit. Oda gjithsesi që kish me vazhdu me qenë shumë interesante, se është me të vërtet jashtëzakonshme pas ekspozim aq të madh për tema të ndryshme, të fushave të ndryshme, punu me biznese që kanë qenë ajka e bizneseve të Kosovës, po edhe me pas kontakt me qeverit qoftë gjermane, qoftë Kosovës, po prap për mu ka qenë mjaftueshme, është dashur me mbyll atë kapitull. Edhe mandej kam analizu çka mundem me bëu tutje dhe çka është e ardhmja. Kjo është pyetje shumë e mirë që duhet secili me ja parashtru vetës. Prap, pa marrë parasysh sa vjet përvojë pune i kemi dhe ku jemi në karrierë. Cilat janë ato shkaftësitë që kanë me na u nevojit edhe në të ardhmen me qenë më të vlefshëm për komunitetin po dhe për tregun e punës. E cilat janë ato? Është teku. Inteligjenca artificiale. Inteligjenca artificiale. Edhe unë hyna në botën e tekut, nga bota e ekonomisë, diplomacisë ekonomike. Plot shkatësi që i kom fitu edhe që i kom pa të vetja gjithmonë si aset, është kjo që une kam qef me folë me njerëz, me lidh njerëz, e di kush me kam përshtatët, kom kontaktet jashtëzakonshme me biznese në Gjermani, me institucione, me biznese në komplet rajonin ku flitet gjuha gjermane, po edhe në Kosovë. Edhe kjo më vjen tepër natyrshëm, thot mënyra se si mundem me lidh bizneset, ku i shoh potencialet, edhe qysh me i bo ma të dukshme bizneset. Në veçanti kompanitë e tekut në Kosovë janë njerëz cilët kanë afinitet shumë të madh sa i përket prodhimit ose të ofrimit shërbimeve teknologjike ose bojnë produkte të caktuara. Po ju mungon ajo mënyra qysh me komuniku me jashtë, ose qysh me qenë ma të natyrshëm kur ka evente networking, që me nxjerr maksimumin prej bashkëpunimeve potenciale. Ndërsa që shumica në këtë industri punojnë edhe prej shtëpive, për shkak se profesioni ja ofron edhe me punu remote, edhe mandej kam pak edhe të vështirë që të socializimin. Po, këtë e kam vrejt edhe onë, mirë nuk bën me generalizu, kemi edhe të që në ekstroverta. Po, kryesisht. Po, unë fillova me punu me një kompani tekut e-commerce që ka ekspozim global edhe më pëlqej jashtëzakonisht sektori. Edhe e pash që gjithmonë edhe kur e kom lanë Odën, më kanë thënë, Nora duhesh me fillu diçka vetë, se është e pamundur me krejt këtë bagazh, me krejt këto rrjete që i ki, kontakte, me hyj dhe me punu dikun tjetër. E për mu nuk ka qenë e natyrshme me thënë, okay, tash po filloj diçka të re, se çka me fillu të re? Konsulenca nuk ka diçka që
kisha thënë është një mision ose një thirrje. Se unë jam person që duna patjetër me pas duhet me pas sens çajo që bëj. Unë duna me di që sakt çajo puna jame ka me dhënë impact caktum, se që thashë më herët për më shumë kum qef me qenë dobishme për komunitetin, për këndo që kom për rreth. Edhe kur fillova me punu, e pash që, krejt qëto shkathësi që i kom, edhe ide që i kom, edhe këto që për mu janë shumë të natyrshme, është diçka që mund me përfitu ma shumë kompani prej saj. Edhe vendosa që punëdhënësit tem të atëhershëm me abo ofertën me i fitu si klienta, edhe me hap firmën teme. Edhe kjo vendosa ti për shpejt, se pash që ky është çaj momenti që unë duna me vepru, se në e gjeta arsyen pse duhem unë me bo diçka vet, pse unë duhem me hap biznes temin, edhe pse duhet me qenë me patjetër më njëherë biznes. Gjatë punës në Od kam këshillu kompani të ndryshme, edhe kam këshillu edhe gra të cilat kam pas ide për me hap biznes. Sa herë që kam këshillu kompani, për të burrat ka qenë shumë e qartë, e kam pas një ide, një vizion, edhe e kam pas një farë vetbesimi kështu të pamohshëm, që gjithçysh që kjo ide ka me funksionu edhe ka me pas sukses. Te gratë ka qenë një bisedë pak më ndryshe, gjithmonë e mbushur me dilema. Edhe shpesh kom has në rastet ndryshme që kanë thënë, s'po di, a me hap biznes, a me hap OJQ. Edhe kundër përgjigja ka qenë, mirë, me qenë burra, kishe pyeta me hap OJQ? Jo, direkt kishe hap biznes. Nëse ti mendon që mundesh me qenë ndërmars, edhe e ki jo veç idenë edhe vizionin, po për një me, se ka njëherë kemi ide, po nuk është ideja ajo që ty të sjell sukses. Duhet me pas, me kriju që thash të sistemet, edhe me ditë sakt se apo pranohet ajo dhe mundesh me konvertu mandej në tyra për vete, me hap biznes. Kështu që unë vendosa edhe hapa biznesin tem. Edhe jam shumë e lumtur dhe krenare për këtë hap. Prapë është guxim, për shkak se unë do të thotë njëherë prej ambasadës shtoj mora që atë guxim me doj për një marrëdhënie shumë të sigurt punës, në diçka që ka jashtëzakonisht kaotike në fillim derisa hyni në sistem, tani prapë me dal prej një sektori për një punëdhënësi të sigurt me hap diçka temën, se unë jam edhe nën vetë ushqyse, kështu që risku gjithashtu më i madh edhe për shkak stabilitetit financiar po jam e bindur që kam pas sukses, edhe po du me dha një mesazh kurdo që na ndjek neve, që nëse veç e keni idenë edhe dini qysh me zhvillu tutje, që kjo është filozofia që unë ndjek, duhet gjithmonë me qenë all in. Nuk mundesh ti me punu dikon edhe me fillu anash me ndërtu diçka për vete. Oda asnjëherë nuk i zhvillu qysh është zhvillu, në udhëheqjen teme nëse s'kisha qenë all in. Unë kam qenë all in Od. Do të thonë ka pas raste që kam punu ka 12-14 orë në ditë. Edhe çajo kanë fokusi jam, unë si marr me sene tjera dytësore. Edhe tash, do të thotë, nuk ideja është që me marr përsipër riskun, edhe kur e din që mundesh me zgjidh një problem, e të unë është pikrisht kjo. Unë e kom identifiku problemi është që kompanitë e Kosovës kanë produkte të jashtëzakonshme, kanë shërbime të jashtëzakonshme në sektorin e tekut, edhe nuk kanë qysh me gjetë treg. Edhe unë jam çaj personi që kom ju ndihmu me gjetë treg, me gjetë partnerin e duhun përmes rrjetit tam. Se partnerti nuk mundesh me gjetë tu i thirr në telefon, kështu cold calls ose me çu emaila, e tu prezantu, po është shumë ma lehtë nëse veç ka kompani edhe ki një bazë që veç të njohin, ku veç kanë besim të ti, se gjithmonë është e besimi, ashtu dhe shumë ma lehtë qelin hapën dyrt, kështu që unë kom hap dyrë gjatë krejt karrierës teme, e tash ideja është që me bashkëpunu me kompani të përzgjedhuna, se është diçka shumë ekskluzive, se unë jam do thot personi që me reputacionin tam dhe krejt ato që ka kom ndërtu, po tash po i dalë në shërbim kompanive cilët do t'i kem klient. Nora, për shumë gradhe, se falim pak edhe për rollet gjinore, kur ke qenë drejtëresh, a je paragjiku, a je prit mirë, apo tu ka dash gjithmonë me bë pak ma shumë për te se sa që bëjnë udhëheqësit burra, qysh ka qenë kjo përvojë për gjithë ato që akoma ngurojnë me marrë një rol udhëheqës? Gjithmonë kom qenë paragjikume. Unë vi prej një ambienti familjar me prind tipër për krahës. Prind e me të dëtë jënë rritje në shkollu në Beograd, plus kjo ekspozime që kemi pas me Gjermanin, jemi rritë me një ambient shumë liberal, ku asnjëherë nuk o diskutu kjo aspekti gjinor. Do me thënë, kemi pas
për krahjet plot, çka do që bëjmë karrierë, edhe nuk na kanë kufizu, nganjëherë din ka prind që të kufizojnë çka duhesh me studiu, çka duhesh me bëj kur Jo, të është më e sigurt kur është më e sigurt, nën ose jo. Do të thënë edhe prindët e mi nuk i kanë CV-t lineare, kanë shumë kthesa, edhe na kur kena bëu kthesa, gjithë na kanë për krah, na kanë shty për para, edhe kurse kom pas këta, okay, unë s'po aplikoj çto se s'po bëj çto pse jam femën, o pse jam gru. Se s'po më thon femën se mandej na i non feministët. Grua vajz. Do të thënë kur kam ardhur në Od, çaj viti parë ka qenë shumë interesant. Ka qenë pak sikur eksperiment social për mu. Thot një pjesë e kompanive veç më kanë njoft prej ambasadës, e kanë ditë që unë jam shumë punëtore. Unë jam workaholic jam, jam dedikuar edhe unë du rezultate. Do të thënë nuk hyj me bë diçka nëse nuk e di që muj me sjell rezultat. Kom qef me pas rezultate puneme. Shumë shpesh për këta që nuk më kanë njoft edhe kanë pas takim me drejtorin e Odës, do të thënë kanë hyrë takim, më kanë pa mua në 30 vjet, re e vogël, e emt, edhe më kanë pyet ku e ki shefin. Po. Edhe mandej o dash me tregu që unë jam shefi. Edhe gjithmonë është çajo që o dash me u kanë shumë mire përgatitur për me tregu që jam kompetente për punën që po e bëj. Zakonisht minutat e para të bisedës edhe e kanë kuptuar. Gjithmonë kam arrit me pas atë autoritetin dhe respektin e palës ndërsjell, ama situata të tilla ka pas shpesh. Ka pas situata të tilla kur më kanë thirrë me hap firma ose fabrika të ndryshme, kush dash me majt fjalim. Edhe tani që kjo është realiteti jonë kosovar, s'mundi me zbukuru, unë tash më ri si folse, edhe knejën burat, që jënë pronar të firmas, knejën gratë të tëne, edhe mu më kam pozicionu të gratë. Edhe tani unë kom shku të burat, të në qëtoj kom në vendin. Thëtë shumë shpesh u dasht me i luftu në mënyrë ka njëherë pak ma të egrë, ka njëherë pak ma elegante, për me tregu që po ka gra në pozita udhëhecëse, nuk duhet me qenë agresiv, asëse jo, mundesh me kriju autoritet edhe të qenë ma empatik, edhe të qenë feminin, se këm vrejt shpesh gratë kur janë në pozita udhëhecëse, mundon me i hek krejt ato tipare që mundesh me i pasi femën, për më përshtat ma shumë botën ma shkullore. Mundon me ngritë zonin nështë pak ma shumë, me marë atë pamjen e burra për me tregu autoritet, kështu që me një qenë ma shembull shumë i mirë agresive, se mundet me u bë edhe me elegancë. E unë nuk e kom bo ato asnjëherë, unë kom vendosur në mënyrë të vetëdijshme, unë jam çështo që jam, unë jam Nora, edhe kom qenë gjithmonë, se cilin fazë jetës teme, nuk është që unë pse kam ardhur në një pozitë udhëhecëse që dasht me dalë prej vetës ose me ndryshu vetën. Thotë gjithmonë kom ditë me balancu kur duhet me qenë ma kërkuese edhe ma imponuese, se duhesh edhe më imponu. Edhe ma këmbgulse. Edhe ma këmbgulse gjithsesi, se ti kur je midis bizneseve dhe politikës, duhesh me qenë edhe këmbgulse, po gjithmonë në suazat asaj çfarë ka qenë përputhje me vlerat edhe qëndrimet e mia. Unë mendoj që edhe kjo është shumë e rëndësishme për njerëz, që ti duhesh gjithsesi me ditë cilat janë ato vlerat e tua që i përfaqëson ti, edhe në momentin ku diçka nuk përputhet me vlerat ose qëndrimet e tua, atëherë nuk i nevojë me 100 pjesë që asaloj. Edhe me bë kompromis me vlerat tua, veç mas me vlerat veten parime jo. Mandej ajo të kushton në një formë krejtësisht tjetër, edhe pasojat shihen shumë ma vonë. Nurane, të uroj shumë sukses në kapitullin e ri që e ke nisë me biznesin, shpresoj që kemi pas fat, shumë bashkëpunëtor të ri, edhe shumë rezultate që shërta edhe vetë që i kërkan gjithmonë rezultatet. Për fund, po du me e përmbyll pak, nëse mundesh më na tregu, se e di që jeni një person që lexoni shumë, ndoshta mendon ndonjë libër që ju ka ndihmuar ose që ka formsu pak këtë karrierën, pak mënyrën që shike pa krejt tablën e përgjithshme të realitetit tonë. Edhe kjo është gjithmonë lidhet me kohën tënde të lirë që ki, shpresoj që tash kemi pas pak më shumë, edhe që shike bë që të balancin mes kohës lirë, pasioneve tua dhe punës. Kjo është shumë vështirë. Unë mendoj që balans nuk ka. Nuk besoj që ka balans, saj nuk ekziston. Po ka fazat ndryshme ku japim prioritet diçka më shumë. Ka faza në jetë ku japim më shumë prioritet zhvillimit profesional ose karrierës. Nuk po flas për faza në kuptimin e viteve, po që veç ja dedikojmë disa ditë ose disa vikende më shumë diçka të caktuar. Balans klasik, punë edhe jetë s'ka, të në gjithë jënë kanë sikur kështu të ndonjë ditë krejt punë edhe ndonjë ditë krejt qef. Edhe sikur janë ato sikur një simbiozë, është ato bashkëjetojnë, nuk mundesh me unë
kurdo që kam pas kohë, kam pikturu, edhe kam lexu, edhe kam fillu me mësu piano. Shumë mirë. Kjo ka qenë ajo pjesa që me u largu prej përditshmërisë tame që ka qenë jashtëzakonisht faktike. Dhe më thonë piano nuk mund të mësu veç kur je i vogël. Jo, edhe kjo është një shembull shumë i mirë. Djali im ka qenë piano, edhe qatë orën që e kom prit në korridor deri sa i ka kry orën e vetë të pianos, kom ndu pse nuk më e dhone me mësu, si kurs, unë nuk është që kom e bu pianiste edhe me dalë në koncerte, edhe dhe veç thjesht kom pyet. Shumë shpesh veç duhet me pyet, a është e mundën diçka edhe kom fillu me mësu. Po këto veç do të thotë secili prej neve mundet me u marrë me hobi që na kanë pëlqyer kur kemi qenë si fëmijë, po edhe me zbulu hobi të reja, pa marrë parasysh sa vjet i kemi, edhe me u mundu në qasë si forme me balancu. Ka pas një fazë jetës që marrë shumë me sport, ato duna me rinis prap. E kjo më ka ndihmu që me qenë pak më e përgatitun për situatat më stresuse. Se kom ditë që e kom një pjesë që është my safe space, ose që është diçka që asnjë sens lidhet me punë. Nura, faleminderit shumë që unë pak rrugtum në për kapituj ndryshëm tjetës tonë kryesisht profesionale. Faleminderit që nuk hezitove me na nda dhe shumë këshilla dhe shpresoj që ata që të kanë dëgju kanë më inspirua dhe kanë më mësu prej secilës arritje dhe prej secila sfidë që ti ke pas gjatë rrugtimit. Dhe faleminderit që përveç sukseseve i ndave pak edhe sfidat që kanë formsu këtë sukses. Faleminderit ty për ftesën, edhe është hera e parë këto që tregova që kom fillu biznes të ri. Kjo është një fakt kështu shumë aktual që po ndodh tash, që shpresoj që shihemi prapë dhe mundem me nda përvojat mandej prej këtij rrugtimit të ri jetësor që po e ndërmarr. Shpresoj shumë edhe që kemi me pas shumë shembuj dhe rezultate të mira. Faleminderit.